إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلندrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç duhet. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij. Të dashur vëllezër besimtar, sot do të shpjegojmë një thënie të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e cila i përmban 3 mesazhe të rëndësishme për neve si besimtar në mënyrë që ta rregullojmë jetën tonë ashtu siç duhet për rrugtimin tonë drejt Zotit xhalla xhala. Këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. I dërguari Allah thot në këtë thënie të tij, kushdo që ka besu Allahun dhe ditën e gjykimit, në të fol mirë ose në të hesht. Pastaj thot: "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Kushdo që ka besu Allahun dhe ditën e gjykimit, ta nderoj fqinjën e tij, kojshiun e tij. Pastaj thot: "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah." Kushdo që ka besu Allahun dhe ditën e gjykimit, ta nderoj musafirin. Ky hadith dhe kjo fjalë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka dobi të rëndësishme për jetën tonë të dashur vëllezër, sepse i përmban 3 mesazhe shumë të rëndësishme, e cila e rregullon një pjesë të shoqërisë dhe i rregullon marrëdhëniet që duhet i kemi ne mes vete. Dobia e parë është që po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Kushdo që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, e që kjo të jap me kuptu që kjo çështje është pjesë e imanit, pjesë e besimit, sepse dihet që imani ka 6 shtylla: besimin në Allahun, besimin në melajke, besimin në libra, në pejgamber, në ditën e gjykimit dhe në caktimin e Zotit. Këto janë shtyllat e Islamit, shtyllat e imanit që janë 6. Pra, me besu Allahun dhe ditën e gjykimit është pjesë e imanit. Me fol mirë dhe me hesht kur duhet është pjesë e imanit. Me nderu dhe me respektu komshiun është pjesë e besimit edhe imanit. Me nderu musafirin është pjesë e besimit, pjesë e imanit. Dobia tjetër dashur vëllezër, rujtja e gjuhës është një prej cilësive të besimtarit, dhe prej cilësive të imanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton një hadith tjetër nga Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot: "Imani i njeriu nuk është në rregull, besimi i tij nuk është në rregull, përderisa atësa nuk ju ka rregulluar zemra e tij." E zemra e tij thot nuk është në rregull derisa nuk ju ka rregulluar gjuha e tij. Pra gjuha është rregulluar me zemrën edhe me imanin, me besimin. Pra ose fol mirë besimtari ose hesht. E kur nuk fol mirë dhe nuk hesht kur duhet me hesht, dihet që ka defekte në zemër, jo në aspektin mjekësor, por në aspektin fetar. Ka defekte në iman, në besim, sepse njeriu e shfaq nëpërmjet gjuhës së tij ato që ka në zemrën e tij. Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ka shpëtu ai që ka hesht." Ka shpëtu ai që ka hesht kur duhet me hesht. Prandaj ky hadith na jep një rregull që ne si musliman nuk guxojmë me qenë gjitholog. Nuk guxojmë me qenë gjitholog. Nuk guxojmë ne çdo gjë që ndodh në dynja ta marrë me një flamor edhe thash duhet patjetër ne me raportu, patjetër duhet me fol, patjetër duhet me shkru, sepse nuk mundemi me qenë gjitholog. Kur t'jem për politikë përzihemi, kur t'jem për fe përzihemi, kur t'jem për nevojat sigurisë përzihemi, për fqinjën përzihemi, domethënë mundemi me u bë gjitholog pa e marrë vesh. Muslimani duhet me hesht dhe me u qas profilit të tij që e ka. Qofse je hoxh, duhet me ia dhon hakun hoxhallakut.
Qofse je murator, duhet më ia dhon hakun moratorisë tënde. Qofse je arsimtar, qofse je biznesmen, çka do të je? Aty muslimani fokusohet dhe e jep hakun asaj që duhet më ia dhon në profilin e tij, sepse këtë formë shkon te para edhe dini i Zotit. Cilësia e dytë që na jep ky hadith dhe në mësimet është nderimi i komshiut. Nderimi i komshiut dhe i fëqinjit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që të bëhet padrejti komshiut dhe fëqinjit, dashur vëllezër. Saqë thot Xhibrili alayhis salam ka porosit për komshiun aq shumë, më u sill mirë me të, saqë kam mendu që kur të vdes kam më trashëgu ai. Kam mendu që kur të vdes një pjesë të pasurisë me ndo komshiut aq ka drejta në Islam. Edhe aq ka rregulla, edhe aq duhet me qenë i mirësjellur njeriu ndaj komshiut të tij. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me vjedh njeriu në 10 shtëpi tjera është më lehtë se sa me vjedh shtëpinë e komshiut të tij. Me bë moralitet në 10 shtëpi tjera është më lehtë se sa me bë moralitet në shtëpinë e komshiut të tij. Pastaj thot, nuk ka besu. 3 herë ka përsërit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë shok, ja Rasulullah, kush është ai që s'ka besu? Qen ka shkatruar ai njeri? Ka thonë Rasulullah, ai njeri nga të këqijat e të cilit nuk ndihet i sigurt fëqinji i tij. Është shkatruar, nuk ka besu ashtu siç duhet. Besimi i tij, imani i tij ka mangësi të mëdha. Kur fëqinji nuk ndihet i sigurt nga sherrri i tij. Prandaj dashur vëllezër, gjithashtu Rasulullah ka thënë në një hadith, nuk është besimtar i mirë ai që ngopet e fëqinji i tij është i uritur. Nuk e ka imanin rregull ai që ngopet ndërsa fëqinji i tij është i uritur. Amr ibn Asi, që e transmeton këtë hadith, thot, sa herë që familja e tij ka fut gjell për ushqim, i ka dhënë shtoj ujë hala, sepse kem një jahudi kojshi do të mja qulla ati. Deri në këtë drejtë Islami na mëson dashur. Fëqini nuk do të thotë me qenë musliman. Kush do të qoftë ai, i ka rregullat e veta. Ka thonë, sa herë bëhet ushqim, e ndëgjon erën në komshiu, edhe nëse është jahudi, s'ka lidhje, dush më ia dërgu atij. Edhe nëse s'është hiç para musliman, s'është i komsisë tane, s'ka lidhje kjo punë absolut. I ka drejta të fëqini. Dhe ja ka shpërndar ushqimin. Ja ka dhënë ushqimin. Andaj këtë formë Islami na mëson se si të sillim me fëqinin. Prandaj pse akuzohet Islami për antisemitizëm, unë nuk e marr vesh. Antisemit do të thonë me qenë kundër fesë tjetrit, kundër nacionalitetit tjetrit, kundër besimit tjetrit. Jo, amar Allah i dashur. Me pa qenë Islami antisemit nuk ja kish dhënë kojshisë edhe xhella që e ka për vetë. Nuk ja kish dhënë ushqim. Ne e kemi bindje që besimet tjera janë të gabuara për shkak futjes së dorës së njeriu në to. Po nuk do të thotë që ne mos sill mirë me ta. Nuk na mëson feja që mos sill keq me ta, me maltretuar kështu me radhë, sepse i ka të drejtat secili. Cilësia e tretë, dashur vëllezër, është nderimi i musafirit. Islami na mëson me nderu musafirin, që sot janë paksu shumë. Përpara janë kon shtëpiat e ngushta, kanë pas musafir shumë. Sot janë shtëpiat e gjana, s'ka musafir hiç. Sepse jem ba ujqër në zemra a petkun e kem të deleve. E ma herët të parë tonë, ndashta s'kam pas virë mu vesh, jën do kësi ujqë me i papi i largë. Më zemrat i kam pas deleve, buta. E ka pranu në kanak gjithë që cilin, ja ka dhonë bukën, ja ka dhonë ujën. Për këtë edhe Allah Zogjel i ka nderu. E ndashta si pasoj e tyne ne sot e gëzojmë dirin. Për shkak të duave tyne, andaj Allahu Xhallahu Ala i shpërbleft me të mirat e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson si mo usil me musafir. I ka ardhur një musafir larg Medinës. Edhe i ka lyp konak, ju ka thonë familjes vet, a ka bukë me i kthy këtij njeriu? Ka thonë, o i dërguar me Allah, nuk ka në shtëpi vetë se ujë. Pejgamberi i Zotit s'ka pas shtëpinë e vet veç ujë. Ka thonë Rasulullah, kush pe e merr filanin në konak sante, Allahu Xhallahu Ala ka më shpërbly kështu e kështu. Një Ebu Talha al-Ansari thot, unë i dërguari i Allahut e madh. Edhe u shku te shtëpia vet me musafirin e pejgamberit. I thot gruas së tij, ky është musafir prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Ka thonë, dush me i kthy darkë me bë bukën, ka thonë, po s'ka veç për fëmijë. Ka thonë, futi fëmijë në gjumë. Edhe kur vjen koha e ushqimit, fikje llampën, edhe ne bami kishte po ngrahemi me ushqim, derisa ngihet musafiri. Kështu janë sjellë shokët e Resulullah me musafirin. Kur është shkut nesër te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky sahabi i ndershëm, pejgamberi ka filluar me buzëqesh, ka thënë Allahu xhalla wa ala ka buzëqesh mbi shtat shije me veprën tonë. Është çudit Zoti xhalla wa ala me veprën e këtij njeriu, çysh e kanë nderuar musafirin. Nuk ka ngrahur vet, e ka fik llampën mos me po musafiri që nuk pa zot dorën me marr sepse s'ka pas për të gjithë. Sot kem për një mahall, ama askush nuk na i han bukën, e kjo është shenjë jo e mirë. Është shenjë jo e mirë të dashur vëllezër. Për këtë Allah e ka zbrit një ajet të Kuranit për këtë rast. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Deri në kiamet lexohet. Thotë ja duan të mirën muhaxhirëve, se muhaxhir kanë qenë ata që shkuan në Medinë, më shumë se sa ja duan të mirën vetes së tyre, edhe pse kishin nevojë shumë. Pra, kanë pas nevojë për veten e tyre, po ja kanë dashur mysafirëve, atyre që kanë shkuar në kanë të mirën, më shumë se sa vetes e tyre. Kjo hadith është madhështor të dashur vëllezër, që i rregullon raportet tona mes neve si musliman, si besimtar, të fol me atëherë kur duhet me fol, të heshtëm atëherë kur duhet me hesht, ta nderojmë fqinjin, sepse një ditë edhe fqinji edhe unë edhe ti kemë vdekim me shku te Allahu xhalla wa ala, kemë lan krejt me megje me ara me krejt. Ta nderojmë musafirin sepse një ditë nuk do të jetë asaj musafir që vjen te ti, e as ti as unë, në mënyrë që të jetojmë paqëbarë në këtë dynjë, të jetojmë me dinjitet, të jetojmë me din, me fe, në mënyrë që Allahu xhalla wa ala të bën mëshirë ndaj neve duke lutur Allah që të na fal neve dhe ju me wallahu ta'ala alam. وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.